Togat e zeza të apelit të posaçëm kanë vendosur të rrëzojnë kërkesën e avokatit mbrojtës të Festim Beçdilit për të shfaqur në seancë pamjet filmike nga kompleksi Golden Resort i Altin Hajrit, ku u filmua për herë të fundit trupi i Young Prengës. Sipas Pakut, trupi 49 vjeçarit që u rrëmbye 5 vite më parë në Kamz dhe u zhduk pas një gjurmë u transportua në garazhin e resortit nga njëra makinë në tjetrën. Prokurori i çështjes pretendon se Festim Beçdili ishte prezent dhe është larguar së bashku me personat e tjerë, ndërsa avokati Ilir Murati pretendoi se prokuroria i ka interpretuar këtë pamje në mënyrë të gabuar. Seanca është shtyr për më datë 26 qershor. Ndërkohë, ditën e sotme, Dritan Rexhepi refuzoi të paraqitej në seancë gjyqësore për të dëshmuar dhe me vendim të apelit posaçëm, forcat e policisë e shoqëruan ato me forcë në sallën e gjyqit. Para gjykatës, Dritan Rexhepi u shpreh se nuk do të pyetet, pasi sipas tij nuk ka çfarë të thotë për kopshtarin. Kopshtari Festim Beçdili u dënua me burg për jetë nga gjykata e posaçme për rrëmbimin dhe vrasjen e Young Prengës, por një vendim i gjykatës së lartë vendosi ta kthejë dosjen për rigjykim në apelin e posaçëm, teksa ky i fundit pretendon se nuk ka marrë pjesë në krim, por sipas Pakut ai e di vendin ku u dërgua trupi pasi ka qenë pjesë. Për ngjarjen janë të dyshuar si organizator dhe autor Gentian Funiqi Doçi, Dritan Rexhepi dhe Altin Hajri, ky i fundit pronar i kompleksit Golden ku edhe ndodhi krimi.